Një situatë e organizuar dhe shqetësuese duke se po shoqëron ndërhyrjet në kanalin e urave të larta të qytetit të Vlorës. Edhe pse nisja e punimeve për pastrimin e tij është një hap që vlen të përshëndetet, mënyra se si janë lënë punimet në disa segmente ngre pikpyetje serioze. Në shumë pjesë të kanalit mbulesa prej betoni janë hequr dhe nuk janë rivendosur përsëri, duke e lënë atë të hapur. Këto blloqe betoni të cilat mëparë shërbenin për mbulim dhe sigurimin e kanalit tashmë ndodhen të shpërndara në rrugë apo anashti, duke u kthyer në një rrezik të drejtë për qytetarët dhe veçanërisht për fëmijët. Nga ana tjetër, kanali I hapur përbën një kërcënim serioz për shëndetin publik. Prania e urave të ndotura, erat e rënda, shtimi I insekteve, sidomos I mushkonjave, e bë situatën edhe më problematike banorët e zonës përreth. Situata rëndohet dhe më tej nga inertet e mbetura, pas prishjes së objektit mbi kanal. Këto mbetje nuk janë larguar ende dhe përveç se ndotjes vizuale, po krijon një pengesë për rrjedhjen e ujit, duke rritur rrezikun për bllokimin e kanalit dhe për mbytyjet e mundshme. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet për përfundimin e punimeve në mënyrë të sigurt dhe për të rikthyer normalitetin. Ata theksojnë se çdo vonesë apo neglizhencë mund të sjellë pasoja serioze si për sigurinë fizike ashtu dhe për shëndetin e komunitetit. Situata në kanalin e urave të larta në Vlorë mbetet një shqetësim I hapur dhe kërkon zgjidhje të shpejtë dhe efikase.